Unë tash po më duket që është koha me i ftu edhe mysafirët në studio. Pasi që po e shoh se jeni si gati kështu me përgatitjet apo jo. A jom e lirë doan me i ftu? Po, lirisht. Muj mi u shërby supat në njëherë. Po, në rregull. Në këtë pjesë të emisionit, do të flasim për një temë shumë të rëndësishme që prek drejt për drejt mirëqenien e qytetarëve. Në studio do të kemi mysafir nga Qendra për Punë Sociale në Gjakov, të cilat do të na tregojnë më shumë për shërbimet sociale, sfidat me të cilat përballen familjet në nevojë dhe mënyrat se si institucionet dhe komuniteti mund të bashkëpunojnë për të ndihmuar ata persona. I ftoj këtu zonjat e dashura nga Gjakova në studio. Mund të vini. Mirë se na erdhët, mundeni me ul në tryezën tonë të bukur. E nuk e pata gabim që thash më herët zonjat e bukura do I kemi këto mysafir. Mirë se na erdhët, është kënaqësi e madhe që ju kem këtu dhe bisedojmë për diçka më ndryshe. Mos harroj t'ju tregoj që kjo tryezë që jemi këtu po duket edhe më e bukur, edhe më e plot, sepse kanë dekoruar Flower Dice. Pra, Flower Dice është një kompani e dekoreve të cilën mund ta gjeni në rrjetet tuaja sociale dhe mund të porositni dekore të ndryshme për të gjitha eventet e juaja, por gjithashtu edhe lule shumë të bukura. E këtu bashkë me mua, si që thash edhe më herët, nuk po ju them më shumë zoja të bukura, sepse veç po e teproj, është kënaqësi e madhe që ju kemi këtu, mirë se na erdhët. Mirë se u gjetëm. Flasim pak për punën tuaj. Është një punë emocionale, është një punë me shumë sfida, një punë shumë e rëndësishme për gjithë ne. Po, a mund të na tregoni se cili këtu bashkë me mua është edhe Jozefina Osmani, që është edhe drejtorish e Qendrës së Punëve Sociale në Gjakov, dhe do na tregoj më shumë rreth rolit të secilës prej zonjave këtu që janë bashkuar me ne. Po ndoshta me na fillu me na tregu se cili është roli kryesor I Qendrës për Punë Sociale në komunitetin e Gjakovës. Qendra për Punë Sociale është institucion publik profesional në nivelin komunal në shërbim të gjithë qytetarëve në nevojë. Kur flasim për Qendrën për Punë Sociale, edhe flasim për qytetarët në nevojë, dua të theksoj se ne merremi me shumë kategori dhe me shumë shërbime që I ofrojmë qytetarëve, duke filluar që nga lindja e fëmijët dhe deri te personat e moshuar, të cilët janë pa përkujdesje familjare, ku të gjithë që kanë nevojë sociale paraqiten në Qendrën për Punë Sociale. Kur flasim për Qendrën për Punë Sociale, dua të ju sqaroj se Qendra për Punë Sociale I ka 3 njësi. E ka shërbimin e asistencës sociale, shërbimin administrativ-financiar dhe shërbimin social. Kur flasim për shërbimin social, këtu prezent me mua janë edhe bashkëpunëtorët e mia, të cilat përbëjnë organin e kujdestarisë, do me thonë organi kujdestarisë është një ekip multidisciplinare e cila përbëhet nga juristi, psikologi, sociologi dhe punëtori social. Mirëpo dua të theksoj se bashkë punëtoria jonë është edhe zonja Iqbal Kursani, e cila është zyrtare asistencës sociale. Tash e dim se asistenca sociale është në kuadër të Qendrës për Punë Sociale dhe njerëz ka shumë në nevojë, të cilët paraqiten tek qendra jonë. Po cilat janë ato kategoritë e qytetarëve që punojnë më shpesh? Kategoritë e qytetarëve që punojnë më shpesh, përveç asistencës sociale, që paraqiten shërbimi social është më tepër I ngarkuar, ku prej braktisjes së fëmijët ne merremi me shumë kategori. Braktisjen e fëmijët që janë pa përkujdesje prindërore, neglizhuar, keq trajtuar apo të lënë pas dore. Mirëpo, nuk duhet të anashkalojmë edhe sanimin e marrëdhënieve bashkëtorë, dhuna në familje, kemi kujdestarit për fëmijë, kujdestarit për të rritur, kemi shumë kategori të cilat I trajton Qendra për Punë Sociale. Po si funksionon procesi kur një qytetar kërkon ndihmë nga Qendra për Punë Sociale? Mbarësisht prej kërkesës
së qytetarit. Nëse ka nevojë për asistencë sociale, paraqiten qendër për punë sociale dhe shërbimi i asistencës sociale, i cili janë bashkëpunëtor të cilët kolegët ja japin udhëzimet dhe e orientojnë në përgatitjen e dokumentacionit. Pas përgatitjes së dokumentacionit, ata procesojnë landën, edhe landa e cila i ka plotësuar kriteret, vetëm dorëzohet në qendër për punë sociale, caktohet zyrtari i cili është përgjegjës dhe ekipa e asistencës sociale del në terren e bën vlerësimin e rrethanave dhe nevojave dhe pastaj nëse i plotëson kriteret edhe në bazë vizitës në terren, atëherë hyn në databazën dhe në skemen e asistencës sociale. Përndryshe, te shërbimi social pak ndryshon. Mbarësisht për kërkesës, na kemi kërkesa të ndryshme, mundet pala marrë me paraqit vetë, ka probleme familjare, ka rrethana të ndryshme, paraqitet rasti, apo mbarësisht për policisë, apo prokuria, gjykata, kushdo që të na thirr neve, ne jemi të gatshëm të përgjigjem edhe me njëherë e protokollojmë landën, caktohet menaxheri i rastit, i cili bashkërisht nëse është rasti dhunës familje, bashkë me viktimen, përgatitin edhe planin individual, bëjnë vlerësimin e nevojave emergjente dhe kështu deri në trajtimin më të mirë të mundshëm merret me rastin. Pra, ju jeni ato që merreni me këto raste dhe a më ju shpyt këtu si superheroinat, superherojnë të qytetarëve që janë në nevojë. Po, a ka raste të dhunës në familje që trajtohen nga qendra dhe si veprohet në këto situata? Kur flasim për rastet e dhunës në familje, Qendra për Punë Sociale ka organin e kujdestaris, i cili 24 orë për 7 ditë e javës është në dispozicionin e gjithë qytetarëve në nevojë. Edhe me njëherë si të paraqitet rastit dhunës në familje, Policia e Kosovës telefonon zyrtarin e shërbimeve sociale, i cili fillimisht është prezent aty gjatë intervenimit të parë në stacionin policor. Mbarësisht viktima ka fëmijë apo s'ka fëmijë, ne jemi prezent aty dhe me njëherë shiqojmë nevojat emergjente, nëse ka nevojë për mjek, e dërgojmë te mjeku, pastaj i shiqojmë nevojat tjera, ushqim, strehim dhe gjitha këto. Fatbarësisht në komunën e Gjakovës e kemi shtëpinë e sigurt, e cila nëse viktima dhunës familje nuk e ka mbështetjen të kthehet tek familja e saj biologjike, atëherë ne detyrohemi bashkarisht me ta edhe pyesim edhe dërgojmë në shtëpinë e sigurt ku aty mundet të vendoset viktima dhe pastaj në qendër për punë sociale caktohet menaxheri i rastit i cili bashkarisht me zyrtarin e strimores bëjnë dhe planin e veprimit edhe me viktimen edhe punojnë deri në rehabilitim dhe në reintegrim të viktimes. Pra ju do të thotë keni punë edhe jashtë zyreve tuaja, keni punë edhe në terren, po besoj që keni edhe në vende tjera punë, apo jo? Po, zyrtarët e shërbimeve sociale pothuajse shumë pak rrinë në zyre, punën më të madhe e kanë në terren, ne përfaqësojmë të miturit në gjykat, në prokuri, në polici, gjithashtu edhe gjatë zhvillimit të procedurave të sanimit të marrëdhënieve bashkëshortore edhe mendimit për besimin e fëmijëve, ne prapë jemi të detyruar përveç që dërgojmë raportin në gjykat edhe të jemi prezent për të dhënë mendimin përfundimtar rreth vlerësimit dhe situatës së rastit. Po besoj që jeni të rritura, apo jo? E gjitha e rrugë prej Gjakovës, normalisht që... Aty keni me provu edhe me shiju vetë edhe me jep komentën në fund. Po besoj që Luani dhe Safeti janë gati, apo jo? Edhe pak. Luana, ki nevoj për ndihmë? Jo, faleminderit. Deshta me ndërhy pak në bisedë me këto zojat. Po lirisht. Një prej punëve që kam kryer në ambasadë, sa kam punu, ka qenë financimi, kam administru programin e granteve për organizatat jo qeveritare, e përfituesit një ndër më të mëdhajat kanë qenë shoqatat e grave nga Gjakova. Ma trego pak se si bashkëpunoni me institucionet e tjera, si policia, shkollat edhe komuna? Bashkëpunimi, Qendra për Punë Sociale, bashkëpunimin e ka shumë të mirë, duke filluar prej policisë, prokurisë, gjykatës, drejtorisë së shëndetësisë
drejtorisë së arsimit edhe me në fund edhe me shkolla. Me të gjitha shkollat në komunën e Gjakovës kemi një bashkëpunim tepër të mirë, të cilët i referojnë rastin në qendër për punë sociale dhe qendra për punë sociale gjithashtu mban edhe sesione këshilluese dhe sensibilizuese rreth rasteve të cilat i trajtojmë dhe këshillimin me fëmijët nëpër shkolla. Domethënë dhe i njoftojmë me veprimet, me shërbimet të cilat qendra për punë sociale i kryjnë. Po cilat janë sfidat më të mëdha me të cilat përballet qendra për punë sociale në përditshmëri? Sfidat më të mëdha që ne përballemi, kemi sfida të shumta. Po du me i theksu disa, për shembull rastet të dhunës, është shumë në rritje numri. Me vitin e kaluar dhe me vitet paraprake kemi pas raste më pak, mirë po tash vitin e fundit kanë qenë rastet shumë në rritje, edhe sidomos sanimi i raporteve bashkëshortore edhe ajo është tepër në rritje, fëmijët me sjellje sociale, fëmijët në konflikt me ligjin dhe delikuent. Kemi rritje të rasteve. Po pse mendojnë që ekziston kjo rritje dhe a mendojnë që tashmë gratë, sidomos janë vedisu dhe po paraqesin më shumë raste, sepse ka qenë një kohë që ndoshta edhe janë mundu me i mshef këto? Po, Ariana, përpara ka qenë pak stigma, nuk i kanë raportuar rastet e dhunës, dhe tashti me këto janë vedisu, edhe me fushata sensibilizuese. Besoj që tash me dinë edhe ku mund të gjejnë mbështetje dhe prandaj edhe flasin. Patjetër, e dinë ku me trokit, kështu që ajo është arsyeja. Po çfarë mbështetje i ofrohet fëmijëve pa përkujdesje prindërore? Kur flasim për fëmijët pa përkujdesje prindërore, fatbarësisht komuna Gjakovës i ka familje strehuse, edhe ndër komunat e para e kemi të zhvilluar strehimin familjar. Dhe kur fëmijët e punëtorët sociale kanë qa drejt që ligji na mundson edhe na lejon, se nëse e shohim një fëmijë që është i neglizhuar, i keq trajtuar apo i lënë pasdore, e kena atë mundësi që na mujmë me tërheq atë fëmijë nga ajo familje dhe me vendos. Në radhë të parë kemë format e mbrojtjes, e kemë strehimin familjar, e kemë strehimin brenda familjes biologjike, kujdestarin dhe forma e mbrojtjes, ma e fundit është edhe adoptimi. Po si mund të informohen të gjithë qytetarët për shërbimet të cilat i ofron edhe qendra e punëve sociale? Ndoshta më ju tregu edhe tash në emisionin Pasion e Profesion nëse dikush prej shikuesve edhe nuk din se si të informohet për këto shërbime. Qendra për punë sociale i njofton qytetarët përmes medjave lokale. Kemi qenë edhe disa pjesë edhe televizioneve të ndryshme, mirë po ne mojmë edhe sesione informuese rreth qendrës për punë sociale, shërbimeve, pothuajse në të gjitha shkollat, edhe organizata të ndryshme, në takime të ndryshme, trojza të rrumbullakta, ku kanë qenë të përfshirë shumica e akterve dhe organizatave dhe aty zyrtarët e shërbimeve sociale e bojnë prezantimin edhe punën e qendrës për punë sociale. Edhe një pyetje për fund të kësaj interviste. Cili është vizioni juaj për zhvillimin e shërbimeve sociale në Gjakovë në të ardhmen? Vizioni jonë për zhvillimin e shërbimeve sociale është forcimi ndërinstitucional dhe bashkëpunimi me institucionet, si dhe ngritja e kapaciteteve të stafit dhe të stafit të ri. Stafi aktual dhe stafit të ri. Faleminderit shumë për këtë intervistë, faleminderit shumë zonja të dashura që ishit këtu pjesë e emisionit Pasion e Profesion. Ishte vërtet kënaqësi që të flasim për një bisedë ndoshta krejt më ndryshe, sepse nuk kemi zhvilluar kësaj lloji biseda në Pasion e Profesion më herët. Është shumë kënaqësi e madhe që ju kam pas këtu dhe faleminderit edhe një herë për këtë bisedë. Faleminderit për ftesën. Kisha dashur të falenderoj bashkëpunëtorët që janë këtu prezent, Iqbal Kursanin, Anila Demaj, Djelza Spahia dhe Arita Shlaku Dervishi. Gjithashtu kisha dashur të përshëndes të gjithë stafin e Qendrës për Punë Sociale për një punë që e kryjnë të palodhshme dhe janë në dispozicion 24 orë
ne oprimin e shërbimeve të qytetarëve që janë në nevojë sociale. Edhe ne pra i përshëndesim dhe i falenderojmë shumë të gjithë ata që janë të gatshëm që çdo herë të gjithë atyre personave që janë në nevojë t'ju ndihmojnë, pra të gjithë stafin e Qendrës së Punëve Sociale në Gjakov dhe juve që ju kam këto gjithashtu. Dhe tash është koha edhe për supë. Aty keni tulviqit, kungullesha, patlıgjana zi, karota, qep të reja edhe badem të fërguar. Edhe sos limoni është krejt. Ju bëf mirë. Faleminderit, Nasi, në pamje po duken tepër të E mira. mbushur me kashkavall, patate të fërguara, sallat, anas dhe topta buket premiumit. Ju bëf mirë. Faleminderit. Ushqimi po duket ende më i shishëm në pjatat e Karagja. Pra në Karagja mund të gjeni të gjitha ato që ka ju duhen për kuzhinën e juaj. Të gjitha elementet në kuzhinën tuaj mund t'i gjeni në Karagja, për gjithashtu dhe pjatat të bukura, sjetet të bukura të pjatave si këto që i kemi tashmë në këtë tryezë.